cilat konsiderojnë ndër më të rëndësishme të këtij sesioni parlamentar janë dy komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe për atë administrativo-territoriale. Për reformën zgjedhore ka një dakordsi për ta shtyr afatin, por për atë territoriale jo. Me sa duket, ngërçi vazhdon dhe palët nuk po gjejnë dakordsi. Nga ana tjetër, opozita vazhdon të mos jetë e pranishme në parlament dhe a rrezikon opozita duke bojkotuar seanca dhe si e sheti fatin e këtyre dy reformave? Po ta nisim nga kjo e fundit, askush nuk po e kupton se pse po i bojkoton. Kanë thënë vetëm atë fjalën që ne përkrajmë protestën dhe nuk po futen në renditje kërkesat e protestuesve, kanë thënë. Po nuk kanë kërkuar protestuesit të futen në renditje në parlament. Këta i fusin vetë këta sepse duan të bëjnë bishk të protestës, janë duke ju lëpirë, duke ju lutur protestës, ndërkohë që protesta thotë është shumë e qartë në kërkesat e veta, është në për dorëheqjen e kryeministrit, për një qeveri teknike 12 mujore dhe për krijimin e një republike të re me këto pikërisht me këto gjëra që komisionet e këtyre mashtruese i kanë vërtitur që nga 2008 dhe këtej bëjnë gjëra sikur bëjnë reforma zgjedhore dhe në fund fare i kemi parë çfarë si në 2024 që bashkuan po kështu dhe me territorialen që kanë bërë sikur kanë dashur ta ndryshojnë dhe tani prapë në lojë janë dhe ti e kishe lidhje përpara meje dhe tha do të thotë që u mbyll reforma territoriale, shtator depozitohen ato dhe këta kundërshtimi më i madh i këtyre ishte skeli këtu. E kupton? Dhe ajo do kaloj. Tani, këto lojrat e këtyre që të opozitës dhe të mazhorancës tashmë janë dekonspiruar dhe janë kthyer në një diçka që nuk ka njeri që i beson më, vetë protesta ka të parullën e fashme game over, loja juaj ka mbaruar, kështu që në këtë kuptim opozita me mos pjesëmarrjen e saj në parlament, kur sot për shembull është një projekt ligj shumë i rëndësishëm është projekt ligji për shitjen e tokave bujqësore. Që ka brenda hile, ka një kleçkë të shumë të rrezikshme për shitjen e tokave të tuajve etj, gjëra në justifikimin e mospunimit etj. Kështu që një opozitë që mungon, një opozitë që nuk thotë të paktën fjalën publikisht në demaskojë etj, po fshihet është rastin më të keq është përgjegjëse. Është përgjegjëse dhe në rastin tjetër akoma më të keq është bashkëpunëtore në këto që është duke bërë dhe që siç është kapur her pas here. Kështu që në këtë kuptim unë nuk shikoj këta do vazhdojnë të njëjtën gjë, e vetmja shpresë që ka ngelur është protesta dhe si po lëviz ajo jo vetëm opinionin publik shqiptar, por dhe opinionin publik ndërkombëtar dhe paralelisht edhe zhvillimet që do vinë nga spati. Si po lëviz Poli, meqense përmend edhe sigurisht do kalonim edhe tek protesta. Tashmë jemi në stinën e verës, zyrtarisht me pushime, kështu që si do shkoj protesta, si do vijoj ajo dhe çfarë pritet të ndodhë në shtator? Cili është parashikimi yt? Protesta kur filloi dhe këto 47 ditë nuk ka marrë as lej, as lej pushimesh, as lej nga politika, as lej nga partitë. Dhe nga ana tjetër, kjo protestë nuk ka thënë as që si shton partitë kur bëjnë protesta, që ne do mblidhemi të hanë në orën kaq dhe do ikim në orën kaq të përshpirë. Është një protestë pa leje, pa kohë. Dhe nga kjo pikpamje dhe pa kohë, pra sepse nuk pranon të negocioj apo të hyjë me këtë kast politike, mazhorancë opozit, por thjesht ka vendosur kërkesat e saj që janë shumë të thjeshta burma. Unë përpiqem se bëjnë si budallëj. Jo vetëm ata politikanët, se ata janë në konflikt interesi në kasta politike. Por dhe shumë analistë, dhe shumë intelektual në thonjza etj, çfarë kërkojnë? Po kërkojnë gjërat më të thjeshta, më kërkojnë rikthimin në binar ato që kërkon kushtetuta për qytetarët, kërkojnë zgjedhje pa hile, kërkojnë referendumet që t'i jepnin 2 bashkë me përfaqësimin, kërkojnë të përfaqësohen në parlament se 100 deputeti ka Edi Rama me Sali Berishën, ti e di apo jo? Po, pikë së pari kërkojnë largimin e Edi Ramës. Po patjetër, sepse Edi Rama me Sali Berishën janë pritur 36 vjet që t'i bëjnë këto ndryshime, por i kanë bërë dhe më keq. Bashkë e bën 2008 dhe kanë bërë dhe më keq. E para, e dyta, këta
e kanë vërtetuar sa kohë ka që ka filluar këto dy komisione. Ke ndonjë produkt, ke ndonjë ide, pyetën dhe sot Sali Berishën. Një nga kërkesat kryesore është sistemi zgjedhor. Do me thënë, produkti është që u arrit një dakordsi për reformën zgjedhore. Dakordësia. Po çfarë dakordësi më mund? A do ta shlirosh votën? Ke ndonjë projekt konkret, proporcional, kombëtar, një zonë, 3 zona, të heqësh ato pishllëqet që i bën edhe nuk ka. Po nuk ka se kujton ti se nuk din. Kujton ti se nuk kanë ekspert, se nuk janë vetë ekspert, se nuk kanë modele nga bota perëndimore. Di kanë ata në protest, që duhet kjo... Diet, Poli, nuk shkojmë aq larg me këtë imagjinat sa nuk kam, po çështja është çfarë do arrijë kjo protest. Sot është dita e 48 e saj, mos gaboj. Ka një ndryshim në mënyrën se si organizohet kjo, ose i organizohet, po si po përcillen mesazhet, si është ritmi i saj, si është fryma e saj, si e ke parë nga dita 1 deri më sot? Unë gati kam qenë të gjitha ditët përveç shkëputjeve pune, domethënë. Dhe unë e kam studiuar me shumë vëmendje dhe tashmë jam shumë i bindur dhe shumë ajo protest një nuk duhet ngatruar menaxhuesit e protestës, të mikrofonit apo të fjalimeve atje me vetë protesta. Protesta është një gjë tjetër, komplet tjetër. Aty ka dalë shtresa e mesme, biznesi i mesëm, biznesi i vogël, profesionistët, punojësit e profesioneve të ndryshme që në fakt janë edhe taksa paguesit më të mëdhenj, sepse oligarkët e famshëm nuk pagojnë. Ai shumë taksa sa që janë, sa që duhet paguajnë. Kështu që në këtë kuptim, ata janë dhe shumë të qartë në kërkesat e tyre dhe i kanë, siç ta thash, dhe shumë të thjeshta hapa sapi. Tani gjithë loja që bëhet është që sa do zgjas, a do lodhen, a i lodh vapa, a do jo po botor, jo po vapa. Normale janë të bëjnë dhe këto, brenda normalitetit të janë dhe këto pyetje, apo jo? Janë shumë normale këto, por më normale është që ne të lexojmë pjesën tjetër kundra të cilës është lidhur. Kush të duket ty më e mërzitur, më e lodhur nga vapa, ose më saktë nga protestat, të duket qeveria, ai ke parë disi janë baralla? A ke parë ta ulan Ballën dhe Edi Ramën si i hidhen përpjet në Facebook edhe në përjethe? Unë shikoj që koha po ju shkurtohet, nuk kanë ata, jo protesta. Dhe këtë ta garantoj që kjo protest do vazhdoj kështu si që shikon me entuziazëm, ndonjëherë me këngë me valle kur fillon ai marshimi, me rinin, pa numër të caktuar. Në orën 7 është fotografia e ta ulan Ballës, që tallet, ose që do të përhap të shpërim janë mbaroj dhe sot e tjere. Në orën 8:30 është 3 fishi, 5 fishi asaj, në orën 8:30 është 10 fish, kur vetë kombëtare, sa herë është bërë, e kemi parë se çfarë fuqie ka kjo protest. Kështu që në këtë kuptim, aq më tepër që mos harrojmë që kjo protest ka unë jam habitur, nuk e kam parë as për luftën e Ukrainës, vetëm në fillimet e luftës së Ukrainës dhe në fillimet e Ormuzit. Por 48 ditë dhe të mbahet në një ritëm të jashtëzakonshëm, unë ndjek shumë media ndërkombëtare. Dhe çdo ditë dhe sot kishte shkruar media më e madhe e Kanadas, ka përcyer dhe perëndimin që njohim neve në Evropë SBA. Çdo ditë mediat më të mëdha gjermane, britanike, amerikane dhe kanë tejkaluar fazën e flamingos si në kuptimin e drejt për drejt fjalës pavarësisht se emri ngeli revolucion e flamingove, fazën e resortit dhe vetëm një analizë bëjmë. Shoqëria shqiptare është lodhur dhe më nuk duron dot lojën e kasës politike me tranziciora, me rotaciora, me kryetarokracira etj. Dhe është shumë e thjeshtë. Është shumë e qartë kjo kërkesa dhe qëllimi i pyetjes nuk ishte për të nxjerrë që protestuesit janë lodhur. Thjesht çfarë do arrijë kjo protestë? Pra, shqiptarët dhe sipas mediave të huaja janë të lodhur me këtë kastë të vjetër politike. Kështu që çfarë do bëj kjo kastë e vjetër politike? A do t'i rezistojë kësaj proteste? Kjo është pyetje shumë e mirë. Është shumë e çuditshme, domethënë që nuk jo se është e çuditshme, unë e di që s'është e çuditshme, por në kuptimin për perëndimor, ose për nga ato media që lexojnë, është shumë e çuditshme se si kjo nuk reflekton kasta politike. Po ta vësh re, ajo nuk ka vendosur të mos dorëzohet. Nuk ka vendosur të mos i dorëzohet as drejtësisë së re spakut konkretisht. Dhe ka vendosur të mos i dorëzohet tashmë edhe protestës, në kuptimin më normal të fjalës.
sepse nuk këtu në qoftë protesta po kërkon një proces, një procedurë normale që rikthet demokracinë, votën e lirë etj. Në fakt kjo klasë politike, Bruna, të themi të vërtetën, duhet kishte ikur pa protest ose të dorishit. Të dha dorëshin ai në Britaninë e Madhe për çfarë? Pa ko gjë me 8 milion vota. Por me skandalet që nga momenti që një politikan në botë vetëm po të doli në media, po të doli një media një denoncim, edhe japin dorëshin, i hapin rrugën çdo gjë. Por ti ke aq shumë të ngarkuar këtu me dosin në korrupsion, me gjysmën e qeverisë në burg, gjysmën në Netin, kryetarin e opozitës që vete paraqitet atje me gjyq të hapur apo dhe lider të tjerë. Dhe kjo kas politike me logjikën më të thjeshtë të një vendi demokratik normal, duhet kishin dhënë dorëshën, e kupton? Dhe këta nuk kanë pranuar. Tani as me protestën nuk pranojnë. Kështu që këtu nuk ka negociata. Këtu është çfarë mendon se sjell shtatori, Poli? Shtatori do sjell një det protestash. Duke filluar me gjimnazet, dhe këtë ta garantojmë takohemi prapë në shtator, ose takuam më shpejt. Sigur do takohemi. Gjimnazet, jo, po dhe ti do bësh pushime apo jo? Sigurisht, po puna vazhdon, biseda do t'i zhvillojnë. Pra në shtator do të ketë protesta. Jo, protesta një që do vazhdoj deri në shtator, do ketë kombëtare që do t'ju vërtetoj këtyre, sepse Bruna, protesta është për gjendje mendore dhe shpirtërore shqiptare. Nuk është çështja vetëm e atyre që janë në shesh. Ti jeton, ne të dy nuk jemi në kullën e fildish të gazetarisë apo jo. Jetojmë në një lagje, shkojmë në një dyqan, ulemi në një kafene dhe kjo protestë ka pushtuar gjendjen mendore të shqiptarëve. Dhe ata që zvinë, i tashmë janë shumë të tillë dhe të ndërgjegjësuar që ky vend nuk mund të vazhdojë më shumë me këtë lloj të kësaj kaste politike, me ligje që nxjerrin nga kapelet si magjistarët lepura. E para, e dyta, është kthyer edhe në shpirtërore, i kanë shmitizuar Bruna. Unë bitem e ke parasysh, i kanë shmitizuar, po të shikosh edhe komentet në faqet e tyre të Edi Ramës dhe Sali Berishës, nga dikur që prevalonin komentet e militantëve apo atyre që gjoja i donin, tashmë sado që ftin 90% janë negative. Dhe gjithandej është hequr miti, janë shmitizuar dhe kalamajt në rrugë të rasti Rama në burg, Berisha në burg, që është një metaforë që i ka bashkuar gjithë atje. Kështu që në këtë kuptim këta thjesht po përliten për mua. Dhe koha është në favor të protestës. Nuk përzihet protesta, e ke parasysh. Unë shikoj që këta janë lodhur. Unë shikoj nervozizmin e shikoj sidomos të mazhoranca, sepse mos harrojmë që janë dhe faktorë të tjerë që po janë ngushtojnë lagun. Faktori ndërkombëtar, media, gjithmonë, përpara se ta fillojnë hapat e kancelarive, ne dim shumë mirë, jemi gazetarë vjetër, fillon nga mediat e mëdha, apo jo, të cilat shkojnë. Pastaj, dhe ndërturur dhe me spakun, dhe protesta si frym dhe qëndrueshme atje, unë për vetën time shikoj që nuk kanë shpëtim. Si shto dhe protesta, nuk keni shpëtim, ju erdhi fundi, në kuptimin politik, po se çështjet e drejtësisë i kanë vetë secilin kurizin çka kanë bërë. Dhe në këtë kuptim, unë këtë e shikoj thjesht në makro, por po ti fundesh për shembull në realitet fare. Janë për burg, me aq sa ka kapur, na ka treguar faktin. Por jo më për të ndajtur më në krye të vendit. Ka që tjetër. Poli, falenderoj shumë për bisedën. Gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe për mua.